Një lajm interesant dhe një apel për autoritetet shqiptare. Në Britani gjenden 3 punë të Eduard Lir, njërit prej piktorëve që ka vizatimet më të shumta dhe ndoshta më të hershme për Shqipërinë, nga viti 1848, 1958, 1858, një vizatim i Beratit, një vizatim i Shkodrës nga Kalaja dhe një vizatim i Vunojit. Auron Tarja ka diçka për thënë dhe unë do i bëj një apel autoriteteve. Ku gjenden këto 3 piktura? Këto 3 piktura janë pjesë e koleksionit të Sir Stephen Runciman, një nga bizantologët dhe historianë më të mëdhenj të shekullit 20, gjenden në Skoci. Po. Janë pjesë e kësaj familje që fatmirësisht një miku im i vjetër, galerist në Londër, më kontaktoi duke thënë që këto do dalin së shpejti në Ankan dhe do ishte mirë që këto të vinin në Shqipëri. Para se të dalin në Ankan. Para se dalin në Ankan, nëse autoritetet shqiptare apo Shqipëria, do të tregoj interes. Do të ketë interes për t'i sjellë ato në Shqipëri. Për gjithë autoritetet shqiptare një apel. Është e vetmja mundësi që Shqipëria të ketë 3 piktura të Eduard Lirit brenda koleksionit të Galerisë Kombëtare të Arteve ose Muzeut Historik Kombëtar. Një pikturë origjinale e Lirit del shumë rrallë në qarkullim, sepse janë edhe në pozicim privat, por për Shqipërinë janë ende më të rralla. Sa janë të treja bashkë, sa kushtojnë? Janë 55.000 pound. 55.000 pound, rreth 65.000 euro për shtetin, s'është asgjë që të ketë një koleksion, po shkuan në Ankan të shkojnë më shumë, t'i ketë në koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve ose Muzeut Historik Kombëtar. Auron, faleminderit për këtë informacion. Faleminderit.